Mirë se vini në Ilvetare Talks. Ky është episodi ynë i parë dhe nuk mund të kishim temë më aktuale. Do flasim për pezullimin e vizave emigruese, për barrën publike, për pasojat tek familjet shqiptare, por edhe për të ardhmen e emigracionit. Vetëm në 2 javët e fundit, të ftuarit tim të sotëm janë shtuar mbi 10.000 anëtarë të ri në faqen e tij të Facebookut Mansaku Solution. Një shifër që flet vetë për nivelin e shqetësimit përmes shqiptarëve që janë apo dhe ata që duan të jenë pjesë e emigracionit të rregullt në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Lorenz Mansaku, mirë se erdhe. Mirëmbrëma dhe faleminderit për ftesën. Ti je specialist për çështjet për çështjet e emigracionit, integrim është edhe ai, por edhe si drejtori i emigracionit dhe i përputhshmërisë me rregullat e përktheva on compliance për një kompani që menaxhon 2 universitete mjekësore në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Lorenz, para se të hyjmë në vendimin e fundit dhe në pasojat tronditëse që ka patur për qytetarët shqiptar, do doja të nisnim me një panoramë më të gjerë. Flitet shpesh një shifër dhe unë e di që nuk ka ende të dhëna zyrtare që të mund ta mbështesin këtë, por bëhet fjalë për rreth 200.000 shqiptar, besoj me dokumenta të rregullta apo jo, që jetojnë si komunitet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sa reale është kjo shifër në gjenin tënde? Në fakt, siç e the edhe ti, nuk ka një shifër zyrtare në fakt në lidhje me numrin real të shqiptarëve, të dokumentuar ose jo. Por shifra 200.000 merret si e pranueshme nga ata që merren me çështjet e emigracionit për komunitetin shqiptar në Shtetet e Bashkuara. Dakor, është një komunitet, po ta krahasoj me të tjerët, i rëndësishëm me këtë shifër? Unë mund të them këtë, domethënë unë jetoj në New Jersey. Unë shikoj që shqiptar kam në shumë vende. I takoj shqiptarët gjithandej. Madje nganjëherë kur kam udhëtuar edhe në vende që kam menduar nuk ka shqiptar këtu, edhe atje kanë shkuar, domethënë edhe atje kam dëgjuar këngët shqipe dhe jemi përshëndetur me shqip. Kështu që shqiptarët janë shpërndar shumë, kanë ardhur shumë shqiptar këtu dhe kjo e tregon në një farë mënyrë edhe që vërtet ne po bëhemi një faktor këtu. Dhe besoj në të ardhmen me formalizimin, por edhe me bashkëpunim më shumë me njëri tjetrin, po kjo është një temë tjetër, do të mund të kthehemi faktor i rëndësishëm edhe në kuptimin elektoral këtu në Amerikë. Por kthehemi tek tema për cilën ti je ekspert, do unë të falenderoj që gjetë kohën të flasësh me ne. Edhe sot ambasada amerikane rikujtonte shtetasit shqiptar për respektimin e afateve të qëndrimit në Amerikë, edhe të ata që zotërojnë një vizë pra. Çka do të thotë se shtrëngimi i rregullave është real, është serioz dhe shqiptarët janë të impaktuar nga vendimi i administratës Trump. Shqipëria është pjesë e 75 vendeve që u pezulluan vizat e emigracionit për një afat të pacaktuar. Si duhet ta kuptojnë të gjithë ata që janë aplikantë këtë, pa panik, Lorenz, edhe si mund jo vetëm t'i qetësojmë, por në një farë mënyrë t'u japim një informacion shtrues për të kuptuar çfarë po ndodh realisht. Patjetër. Shumë shkurt fillimisht me atë pjesën e elektoratit shqiptar. Ka vende ku shqiptarët janë përqendruar, në Staten Island për shembull, dhe ka edhe faktori politik po e përdor komunitetin shqiptar duke vendosur edhe persona që janë nga komuniteti shqiptar. Apo edhe në Bronx, për shembull, ku ka shumë shqiptar të përqendruar. Pra në zona të ndryshme, marr vetëm New Yorkun, por si New Yorku ka edhe vende të tjera ku shqiptarët përqendrohen dhe sigurisht pastaj edhe vëmendja e elektorat e politikës do të jetë që si ti përfit këto vota në drejtimin e partisë së tyre. Tani të kalojmë te tema e nxehtë, në fakt te tema e pezullimit të vizave emigruese. Është paksa fatkeqësi për ata persona që mezi prisnin në këto momente që të merrin vizën, të bashkoheshin me familjarët e tyre dhe nuk munden që ta bëjnë një gjë të tillë. Shqiptarët në këto momente Shqipëria është në atë listën e 75 vendeve ku vizat nuk po lëshohen për vizat imigruese, për bashkimet familjare, për të gjitha kategoritë e bashkimeve familjare apo vizat e punës, vizat e fejesës. Llogaria gjithashtu nuk po lëshohen viza, por kjo hyn gjithashtu edhe në një tjetër kategori pezullimi për shkak të ngjarjeve që ndodhen në Universitetin Brown. Dhe kjo njerëzit janë pothuajse në panik, çfarë po ndodh. Unë do thoja që edhe me një njoftim të fundit të Departamentit të Shtetit që po shqyrtojnë edhe mundësinë e vendosjes
së garancisë publike për vizat imigruese, shpresoj që t'i jepet një zgjidhje këtij ngërçi. Unë mendoj që ky është një ngërç i përkohshëm, derisa të gjendet një zgjidhje e vërtet në lidhje me mos përdorimin e asistencës apo ndihmës publike. Kur thua i përkohshëm, Lorenz, dhe thash ti ke eksperiencë në këtë fushë, a e bazon ndoshta edhe në raste të mëparshme që mund të ketë pasur, sa mund zgjas kjo përkohshmëria? 6 muaj, 1 vit, disa javë? Unë mendoj edhe më pak. Unë mendoj edhe më pak sepse aktualisht është në diskutime sipër ligji për siç e thash për public bond në lidhje me vizat e cila për vizat imigruese, dhe në momentin që do të vendoset në fletoren zyrtare, në regjistrin federal, atëherë unë mendoj dhe kam besimin e plot që do të vendoset, atëherë edhe për konsullin do të ketë një zgjidhje që personi i cili mund të bëhet barë publike në Shtetet e Bashkuara, të ketë një mundësi, të ketë këtë mundësinë që duke dal garant personi që e ka bërë bashkimin familjar, që ky person, aplikanti i vizës, nuk do të marr asistencë publike në Shtetet e Bashkuara, apo nëse do të marr, atëherë personin në fjalë do të paguajë çdo detyrim, kështu që edhe për konsullin do të jetë më lehtë lëshimi i vizës. Pra, e shikoj si një zgjidhje të mundshme të këtij ngërçi. Në këtë momente, ajo është më fal, vetëm të ta sqaroj këtë pjesë. Në këtë momente Shqipëria bashkë me 74 vendet e tjera që janë në këtë listë, konsullatat përkatëse, a janë në një fazë hulumtimi, investigimi se çfarë ndodh me proceset e vizave, pra po ndodh një verifikim gjatë këtij pezullimi? Faleminderit që e bëre këtë pyetje. Në fakt, ajo që asgjë tjetër nuk ka ndryshuar. Çdo proces tjetër vazhdon. Dorëzimi i bashkimeve familjare me zyrën e migracionit, procesimi, shqyrtimi i tyre, miratimi i tyre, kalimi te qendra kombëtare e vizave, që është faza tjetër pasi është miratuar bashkimi familjar, edhe kjo fazë vazhdon, pra pa prekur nga pezullimi. Gjithashtu edhe caktimi i intervistave për bashkimet familjare vazhdon, edhe për llotarin vazhdon. Pra çdo gjë, çdo proces në këtë moment vazhdon në mënyrë të rregullt. Siç ka qenë planifikuar, vazhdon çdo gjë. E vetmja gjë në këtë moment është që kur personi shkon në intervistë, konsulli nuk e lëshon dot vizën. Kjo është e vetmja gjë. Si ekspert i imigracionit, unë mund të them që gjëja e mirë është që vazhdojnë intervistat, sepse po të mos vazhdonin intervistat, pavarësisht se shikojmë nganjëherë disa komente të nxituara që thonë, na morën lekët. Nuk merr lekët ambasada, nuk merr paratë, do të thënë shteti. Ajo që është pozitive që e shikojmë në këtë çështje është që nuk do të krijohet një ngërç konsullor, sepse çështja është zinxhir e gjithë kjo, nga fillimi, dorëzimi i bashkimit familjar, kalimi te qendra kombëtare e vizave, pastaj kalimi tek intervista në konsullat, dhe në momentin që ngecet në një çështje, pra domethënë në një nga këto, siç ndodhi gjatë pandemisë, atëherë krijohet një ngërç shumë i madh, krijohet një stok dosjesh dhe konsullata nuk do të kishte mundësinë që t'i shqyrtonte. Fakti që po i shqyrton, dhe doja thoj edhe këtë, po i shqyrton dhe jo vetëm që po i shqyrton, por po kërkon prova shtesë në lidhje me garancinë financiare. Po kërkon prova akoma më tepër në këtë lidhje, në drejtim të lidhjes së personit, përse ka bërë, domethënë çfarë lidhje ka ky person që ka bërë garancinë financiare me aplikantin e vizës, apo personat e tjerë, joint sponsors, personat e tjerë që kanë dalë garant për këtë gjë, dhe konsullata ka filluar të kërkojë edhe deklarata notarial, deklarata të thjeshta në lidhje me lidhjen e këtyre personave me aplikantin e vizës. Tani, ta marrim pak shtruar dhe t'ia shpjegojmë edhe atyre që me të drejtë edhe janë panikosur, dhe shkojnë në ambasadë, kanë takimin, e bëjnë takimin, dhe siç e kuptoj edhe unë që kjo është një gjë e mirë që po vazhdojnë të respektohen takimet që janë konfirmuar më parë, por konsulli nuk merr dot vendim. Çfarë duhet mendoj qytetari në këtë rast? Çfarë ndodh me rastin e tij? Sigurisht që kam pasur klient për shembull që kanë qenë në panik. Sinqerisht kanë kaluar në panik sepse mezi prisnin që të bashkoheshin me bashortin apo bashorten e tyre, dhe çështja kanë ngecur. Dhe sigurisht ata janë në atë ankthin kur do të lëshohet viza. Unë kam besimin që kjo çështje do të jetë e shkurtër. Çështje muaj, 2 muaj është diçka e tillë, domethënë diku te 3 muaj do të thoja, domethënë sa të jetë futur në fletoren zyrtare,
në regjistrin federal dhe besoj pastaj do t'i jepet konsujve udhëzimi përkatës që të përdorin në gjykimin e tyre kërkesën për garancinë publike ndaj aplikantëve si shtojtës e garancisë financiare. Okej, do të pyes dhe për këtë. Përpara se të shkojmë aty. Për ata që ti mund t'i kesh klient që të drejtohen për ndihmë ose jo, ata që kanë një takim me ambasadën dhe nuk dinë ç'të bëjnë mbasi kanë parë në televizion që është marrë ky vendim për Shqipërinë. A duhet të paraqiten në ambasadë nëse kanë një takim të konfirmuar? Çfarë duhet bëjnë ata? Patjetër që po, ata duhet të shkojnë në intervistë si normalisht. Zëre se ata do të marrin vizën nesër. Në të njëjtën mënyrë duhet të përgatiten seriozisht, ti dërgojnë ambasadës çdo dokument të mundshëm paraprakisht për bashkimet familjare ngarkohen online dhe sigurisht marrin dokumentet origjinale në ditën e intervistës. Pra çdo gjë do të funksionojë zëre se po lëshohet viza. Në atë mënyrë duhet personi ta marrë seriozisht dhe të shkojë në intervistë. Sepse nëse nuk shkon në intervistë, do ketë vonesa pastaj në gjetjen e një date të retakimi, mund t'i vonohet çështja akoma më tepër. Dhe mund të komplikohet edhe më shumë. Lorenzi e përmendë garancinë financiare. Çfarë është kjo? Tani, po ta kapim në pjesën e përse u bë kjo ky pezullim i vizave. Ky vendimar, po. Kjo vendimarrje. Një pjesë është mos funksionimi i marrjes nga ana e shtetit, nga administrata, të asaj të fondeve që janë përdorur nga aplikanti i vizës. Garancia financiare i 864 tek fleta 8 dhe 9 e saj aty e fillon, kjo është një kontratë ndërmjet personit që bën garancinë financiare dhe shtetit amerikan. Okej, pra po të lexosh atë fletën 8 dhe 9 është shumë e qartë dhe është sigurisht shumë persona nuk e lexojnë. Por personi merr shumë. Po thua që garancia financiare ka qenë edhe më përpara, thjesht është anashkaluar, qoftë nga konsulatat amerikane apo dhe nga aplikantët? Jo, ajo është firmosur, çdo gjë ka funksionuar, pra konsulata i kërkon, çdo gjë ka funksionuar. Çështja është kur person, pra ta shpjegoj edhe pak fare të këtë pjesën se ç'thot aty. Në te fleta 8 dhe 9 gjithashtu aty thot, ti merr përsipër që të mbash këtë person, aplikantin e vizës, me mbi 125% të nivelit të varfërisë. Që do thotë, ky person nuk do të bëhet barë publike në Shtetet e Bashkuara. Pra përgjegjësia është e jotja. Tani, çfarë ka ndodhur në realitet? Ne me historikun tim 20 vjeçar konsullor kemi dëgjuar diku me gishta rastet kur administrata i ka kërkuar personit që ka bërë garancinë financiare të dëmë shpërblej parat që aplikanti i vizës ka marrë për asistencë sociale. Dhe kjo nuk ka funksionuar deri më tani. Pra është në një farë mënyre, është edhe është një problem i administratës amerikane, me sa e kuptoj. Në një farë mënyre po, sepse nëse personi do të ishte i ndërgjegjësuar a personi në Amerikë që unë jam përgjegjës, do të nxjerr çdo para nga xhepi im, për çdo para që ky prindi apo bashorti apo i afër im që po vjen në Amerikë do të përdor, domethënë nga fondet e shtetit, do të jem unë përgjegjës që ti dëm shpërblej. Në atë moment do të kishte një do thoja një përgjegjësi shumë të madhe nga ana e personave që sponsorizojnë. Dhe në një farë mënyre nuk do të ishin në asnjë mënyrë në këtë nivel ku jemi aktualisht. Okej, ku jemi aktualisht i referohesh nivelit 41% pezullimit për shkak të 21% të mbështetjes sociale, po e quajmë public charge, benefitet sociale që marrin shqiptarët këtu. Tani këtë do të diskutoj. Si funksionon për një emigrant që të bëhet pjesë e benefiteve dhe përfitimit social që merr këtu? Nuk duhet të ketë ardhura, nuk duhet punoj, është në një moshë caktuar, apo çdo kush mund përfitoj? Tani, çështja është që këta persona kur kanë aplikuar, përderisa u është miratuar kjo asistencë sociale, do të thotë që ata kanë qenë në nivelin e kërkuar në lidhje me nivelin e varfërisë. Prandaj edhe u është miratuar. Pra ka një bazë ligjore në bazë të së cilës u është dhënë kjo asistencë sociale. Dhe në momentin që kjo jepet, duhej që administrata më pas të thoshte, ok, ky person ka përdorur
këtë shumë të caktuar në këto 5 vite. Dhe duhet ja dërgoj tarifën përkatëse personit që ka bërë garancinë financiare. Deri më sot, kjo thamë që nuk funksionon, pra nuk ka funksionuar. Kam dëgjuar tani vonë që kanë filluar të paktën gjatë aplikimit për nërshetësi, kanë filluar në 2-3 vende të kërkojnë dëmshpërblimin për asistencën që personat kanë marrë. Që do thotë Dhe që ta shpjegojmë edhe për ata që na ndjekin, nuk ka të bëjë vetëm për shqiptarët në këtë rast. Për çdo emigrant që ka qenë me dokumenta të rregullta këtu dhe që ka përfituar, ka qenë sistemi amerikan i tillë që nuk ka vajtur pas tyre, apo jo? Për të ndjekur, për t'i dhënë këtë faturën, paguaj pak se të ka ardhur kjo fatura. Shumë e vërtet. Kjo është për të gjitha komunitetet, madje kur mora ftesën tënde, bëra një hulumtim më të gjerë dhe pash që kishte edhe plot komunitete të tjera këtu, që nuk janë te lista e 75 vendeve, por që kanë marrë dhe i përdorin shumë këto skema sociale. Kështu që çështja është që nuk kjo është çështja e garancisë dhe mos funksionimi është për të gjitha shtetet. Dhe kjo ka rënduar. Sa shkon garancia si vlerë financiare? Më fal, nuk e kuptova. Sa kushton, sa garanci lihet për të marrë? Jo, nuk është në këtë moment, nuk është çështje, pra nuk është që lihet garanci. Garancia është që ti duhet garantosh që ky aplikant nuk do të marrë nuk do kërkojë ndihmë sociale. E kuptova. Mendova që lë një garanci, një shumë të caktuar monetare pranë konsullatës. Kjo tani është diçka e re që është akoma është hedhur në diskutim për publikun, dhe kjo është garancia publike, do të jetë minimalisht $1.000 e lartë në varësi se si e vendos konsulli, për të cilën personi që e bën bashkimin familjar do ta lërë si garanci për të paktën 5 vite. Dhe nëse aplikanti i vizës nuk ka marrë ndihma sociale, atëherë kjo para i kthehet mbrapsht personit që ka lënë garancinë financiare, pra këtë shumë parash, nëse personi ka marrë në shtetësinë, aplikanti i vizës, apo ka mbushur 10 vite punë, pra ka disa kritere në bazë të cilave ai mund ta marrë mbrapsht këtë fond që e ka lënë në ditën e intervistës. Kam shumë pyetje, po më vjen njëkohësisht kur ti Lorenz flet, por ndalem pak tek lotaria, di që u pezullua këtë vit nga administrata. A flitet, mund të rihapet në një moment caktuar, çfarë do ndodh me të? Në fakt kur i krahasoj të dyja, pezullimin e bashkimeve familjare dhe kur e krahasoj me lotarinë, jam shumë e shqetësuar në lidhje me lotarinë. Sepse lotaria ka një afat që skadencë. Më datë 30 shtator skadon ky program dhe vizat nuk mund të lëshohen më përtej kësaj date, përveç nëse do të kishte një vendim gjykate që t'i lejonte ata të lëshoheshin vizat përtej asaj date. Por historia ka treguar edhe më përpara që disa kanë patur fatin, shumë të tjerë nuk e kanë patur fatin edhe me vendimin e gjykatave, pasi janë mohuar kjo e drejtë gjatë apelimit, dhe shpresoj të ta kenë këtë fat. Kam një shpresë të vogël sepse po vazhdojnë intervistat, por nuk e di sa do të jetë dëshira e administratës për ta rifilluar programin. Dhe një diçka tjetër. Pastaj ndoshta hyn dhe ajo që unë e di që ti nuk e ke shumë dëshirë ta diskutojmë pjesa politike e vendimarrjes, por ne po flasim për pjesën teknike më së shumti. Që të mbetemi këtu, pra, edhe ata që e kanë fituar lotarinë vjet, janë proces, pra po shkojnë, po bëhen intervistat pavarësisht se nuk u merret vendimarrja. Saktë, po vazhdojnë intervistat. Por nga ana tjetër, një tregues tjetër që jo aq dashamirës ndaj lotarisë është që akoma nuk është mbajtur regjistrimi për lotarinë DV 2027, pra për programin e ri që duhet ishte mbajtur në tetor-nëntor të 2025-s. Pati një problem teknik, sepse tani do paguhet $1 për çdo regjistrim për lotarinë e re, por besoj që do kishte patur mjaftueshëm kohë që sistemi kishte përmirësuar. $1. Është simbolike. Është simbolike për të kuptuar ndoshta sistemin që, e kuptoj, është simbolike. Dhe çështja është që kishte edhe government shutdown gjatë një kohe, gjatë cilës nuk mund bëhet asgjë, por edhe ajo ka kaluar dhe po të kishte qenë duhet ishte bërë deri tani. Dhe jemi pothuajse flitet drejt një tjetër government shutdown, e cila do ta shtynte akoma më tutje nëse do të kishte një dëshirë për të filluar regjistrimin e DV 2027-s.
Lorenz, a ke vënë re ti vitet e fundit janë shtuar, apo kanë mbetur në njëjtë nivel, apo kanë rënë bashkimet familjare? Bashkimet familjare kanë rritje. Kanë rritje të vazhdueshme sepse është rritur numri i popullsisë i shqiptarëve në të gjitha mënyrat, qoftë me llogarim, qoftë me personat që janë këtu dhe gjithë ata pastaj duan t'i bëjnë bashkimin familjar familjarëve të tyre dhe kështu është rritur në mënyrë të ndjeshme numri i popullsisë dhe numri i bashkimeve familjare në Shtetet e Bashkuara. Kam edhe një pyetje për ata që ndodhen aktualisht me viza emigracioni në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për shembull, apo vazhdon adjustment of status, a mund të aplikojnë për të, apo janë edhe ata afektohen nga pezullimi? Kjo është një pyetje shumë e bukur. Në fakt, nuk ka asnjë lloj kushtëzimi apo pezullimi për personat që vinë me vizën turistike dhe pas 90 ditëve i ndrohet mendja dhe aplikojnë për ndryshim statusi. Pra edhe pse janë shqiptar të Shqipërisë apo të Kosovës, pra nga 75 vendet që është pezulluar për momentin viza, këtu në Shtetet e Bashkuara nëse kërkojnë të bëjnë ndryshim statusi, këto po vazhdojnë rregullisht. Pra, ti përmendë 90 ditë është qëndrimi nëse je me vizë turistike? Jo, kjo 90 ditë është sepse ka kur ti pyes sikur ti je një shqiptar që kërkoj vizë. Dhe është shumë ka qenë 60 ditë gjatë kohës së presidencës së mëparshme të Biden, aktualisht është 90 ditë. Pse është 90 ditë? Është sepse nëse ti ose kur ti hyn me vizën turistike, ti po deklaron që po vi për turizëm. Nëse ti po deklaron që unë po vi të bëj bashkim familjar, atëre ata nuk do të lejon që ti të qëndrosh ose mund të të lejon për 3 javë dhe pastaj ti të kthehesh mbrapsht. Kjo periudha 90 ditë është sepse në përgjithësi personat që hyjnë në Shtetet e Bashkuara me vizën turistike u jepet një afat qëndrimi 6 mujor, edhe pse edhe kjo keq kuptohet dhe ka shumë nevojë për t'ia shpjeguar publikut. 6 muaj dhe thon njerëzit që un kam të drejtë të qëndrojnë 6 muaj, nuk e kanë atë të drejtë, po mund ta shtillojmë pastaj, por të kalojmë te 90 ditë. Jo, e prekim tani, si është në fakt, sepse është një perceptim i tillë që mund të qëndroj deri në 6 muaj dhe pastaj kthehem dhe vi prap. Si është e vërteta? Atëherë, un mund ta them shumë shkurt në këtë mënyrë. Nëse un do të vendosja në formularin tim që un do të qëndroj 6 muaj në formularin e vizës, un nuk do të merr asnjëherë vizë turistike. Nuk do merr viza, po. Nëse un në kufi do të deklaroj që un do të qëndroj 6 muaj, do të më kthejnë mbrapsht. Pra shqiptarët duhet ta kuptojnë. Pra ky është parimi. Patjetër që po. Dhe është shumë logjike sepse ti kur shkon me pushime, shkon 1 javë, 2 javë, 3 javë. Çdo gjë mbi 1 muaj pastaj fillone me çfarë të ardhurash ke qëndruar në Shtetet e Bashkuara. Pra cili ishte qëllimi që qëndrove kaq gjatë? Dhe fatkeqësisht ka patur edhe persona që edhe kanë punuar. Ka patur persona që i kanë kapur në kufi, i kanë parë celularin dhe i kanë gjetur duke shpërndar pica për shembull. Ka patur edhe nga ata që nuk kanë punuar, thjesht kanë qëndruar këto në raste më të ralla, por që është djegur bari njom me thatin. Duhet të pyesja pak për pjesën e telefonit. E shoh që është bërë lajm edhe këtu në median amerikane, madje po lexoja diku që një avokat jepte këshilla si mos t'ia u dorëzonin telefonin. Ti këshilla jote cila është? Unë do kisha frikë të refuzoja policit amerikan në kufi i thoya nuk ta jap. Si është e vërteta? Çfarë duhet bëjnë? E zëm se jam një udhëtar, po vi nga Shqipëria me vizë turistike ose vizë emigracioni dhe më kërkon të shoh pak telefonin ku përfshihet ndoshta edhe një hulumtim i 5 viteve të fundit, i rrjeteve sociale, kështu me radhë. Çfarë duhet bëj ky shtetas? Oficeri i mbrojtjes së doganave dhe të kufirit ka të drejtën të marrë celularin e personit, sepse në atë pikë është çështje e mbrojtjes të sigurisë kombëtare. Pra personi nuk refuzon dot, ose nëse do të refuzoj, do të kthehet mbrapsht. Pra është kaq e thjeshtë. Nëse ti e para një që domethënë edhe ambasada e thotë që të marrësh një vizë është privilegj. Dhe viza thjesht shërben që të vish deri në pikën e kufirit në Shtetet e Bashkuara. Viza nuk do të thotë që ti do të hysh në Shtetet e Bashkuara. Është ky oficeri i mbrojtjes së doganave dhe të kufirit i cili përcakton me ato 2 pyetje, 5 pyetje që të bën, nëse ti do të lejohesh të hysh dhe për sa kohë. Dhe autoriteti i oficerit të policisë kufitare është absolut, është i barazvlefshëm me një vendim gjykate në Shtetet e Bashkuara të Amerikës?
ata kanë autoritetin dhe nuk dhe për shkak se ti je turist, shanset janë pothuajse shumë të ulta që ti të marrësh një avokat dhe të apelosh vendimin e tyre. Flasim gjithmonë te çështja dhe gjithmonë ata i gjejnë një arsye me të cilën ta largojnë personin ose ta kthejnë mbrapsht personin. Dhe është në diskrecionin e tyre të vendosin cilin person ata nuk janë bindur nga përgjigjet apo nga pyetjet që bëjnë dhe përgjigjet që marrin pastaj. Pra, që t'ja u themi atyre që na ndjekin, mos tentoni të refuzoni e para të përgjigjeni çdo lloj pyetje që mund t'ju bëhet, por mbi të gjitha edhe nëse ju kërkohet telefoni celular, ose nëse përndryshe vendosni, po nëse thonë nuk duam t'ja u japim telefonin dhe kthen, çfarë ndodh? Marrin një përjashtim për 10 vite nga Shtetet Bashkuara të Amerikës apo thjesht nuk futen për momentin? Minimalisht marrin është në seksionin INA 7A, personi i pa dokumentuar ose diçka e tillë, pra nuk i përbën një problem për bashkimin familjar, por shanset janë shumë të larta që nuk do arrin të marrin dot në vizë tjetër. Pra ajo vizë revokohet dhe nuk do të marrin dot në një vizë tjetër. A ka mundësi ndërhyn dot konsullata shqiptare në raste të tilla? Nëse telefonohet nga një shtetat shqiptar që është në kufi dhe ka këtë problem me policinë amerikane. Në asnjë mënyrë, sepse edhe një flasim për çështje të sigurisë kombëtare dhe flasim për një çështje që në momentin që oficeri i policisë kufitare do që të shikojë celularin, ka dyshime, sepse zakonisht është kur një person ka qëndruar një kohë gjatë herën e shkuar, po themi. Ose kur një person qëndroi 3-4 muaj, 5 muaj dhe po kthehet përsëri për një kohë pas një kohë të shkurtër që ka dalë nga Shtetet e Bashkuara. Pra ka disa tregues apo nganjëherë edhe në media sociale, çfarë ka postuar personi. Pra janë disa tregues, nuk janë më kot këto, do të thënë se përse oficeri i policisë kufitare po kërkon celular. Dhe bën sens ajo që Lorenz ti e përmendën, nëse do të deklaroje që do qëndrosh 6 muaj, nuk do marrësh vizën, apo nëse do i thuash dhe policit në kufi që do qëndroj 6 muaj, nuk do të lejohesh. Kështu që bën sens është në linjë lineare, raporti me të vërtetën edhe me rregullat që duhen respektuar. Kam një pyetje tjetër dhe jemi drejt fundit. Administrative processing. Çfarë është kjo gjë që kanë kaq frikësh, kaq të tmerrshme? Procesi administrativ. Kur merr fund ky ankth? Procesi administrativ nuk ka një afat caktuar. Çfarë do të thotë? Ti dorëzove të gjitha dokumentet, konsullit i del në sistem që duhet një verifikim i mëtejshëm. Mund të jetë diçka që e bën zyra konsullore, verifikimin përkatës, mund të jetë nga një nga zyrat e Departamentit të Shtetit apo departamente të tjera, të cilat duhet të kthejnë një përgjigje në lidhje me figurën e këtij personi. Po themi, nëse Lorenci ka një person tjetër me të njëjtin emër, i cili ka kryer një krim. Okay. Dhe normalisht aty del që ky person ka një match, ka një person që ka të dhëna të ngjashme ose të njëjta me këtë person. Derisa të saktësohet që ky person, ky Lorenci, aplikanti i vizës, nuk është i njëjti person me këtë personin tjetër, konsulli nuk lëshon dot vizën. Ose nëse duhet të bëhet një verifikim për shkollën apo për lidhjen, derisa të jetë bërë verifikimi përkatës, nuk lëshohet dot viza. Dhe këto hyn te proceset administrative. Nuk ka një kohë të afat të përcaktuar, sepse varet, për shembull, sidomos në zyrat kur çështja mbetet nga zyrat në Shtetet e Bashkuara, në disa raste të rralla kanë qenë edhe mbi një vit. Po. Lorenz, çfarë duhet presin qytetarë shqiptarë që janë tashmë pjesë e këtij vendimi të ndërmarrë nga administrata amerikane për pezullimin e vizave të emigracionit? Çfarë duhet presin në të ardhmen afatmesme për sa i takon emigracionit shqiptar në Amerikë? Ajo që do të thoja është që kjo që ka ndodhur, në një farë mënyrë duhet i bëj shqiptarët tanë të hapin sytë në një farë mënyrë, sepse të mos e përdorin në fondet publike, sepse shanset janë shumë të larta që ata vetë do t'i paguajnë nga xhepi i tyre. Pra, dhe në një farë mënyrë kjo do të bëjë që do të ketë edhe persona që do të vijnë në vështirësi, persona në Shtetet Bashkuara, të cilat nuk i kanë të ardhurat e mjaftueshme dhe nuk do të arrin më dot të gjejnë persona garantues që të dalin garantues shtesë për çështjen e tyre. Qoftë edhe fëmijët e tyre, motra, vllai, cili do ka mundësinë të bëjë bashkimin familjar, do t'i shkojë një faturë të cilën nuk do ta ketë më mundësi ta paguajë. Meqense thashë fundit, po dua të shfrytëzoj mundësinë që të kam këtu. A janë vërtet shqiptarët më abuzuesit në këtë drejtim, nëse mund ta përdor këtë term?
Në fakt kam menduar që jo. Por gjatë kësaj kohe kam marr plot mesazhe edhe nga të rinj, nga çifte të rinj që kanë fëmijë të vegjël, që i kanë futur në këto programe. Dhe në një farë mënyre kam filluar të ndryshoj atë mendimin që mendoj që edhe statistikat nuk janë kot. Kështu që duhet të jetë edhe kjo një aty ka pasur me sa kuptoj një hapësirë në sistemin amerikan, i cili është shfrytëzuar edhe nga komuniteti ynë, aty ku ka pasur nevojë apo ka pasur dhe dëshirë dhe mundësi. Sepse ka patur edhe një mos informacion nga personat. Pra, atë që ka i pasojat që mund të kishte nëse e bën. Pikërisht. Sepse ndërkohë kanë fakt në fundit ata administrata amerikane ja u ka garantuar, ja u ka dhënë këtë. Pikërisht. Dhe nga ana tjetër është kjo gjë, më shpesh këtu ecet edhe me atë. Çfarë bëri personi i mëparshëm dhe ndjek edhe tjetri të njëjtën rrugë, pa menduar që ka ndodhur ose do t'i ndodhë ndonjë pasojë. Jam i sigurt që me këtë që do po vendoset tani, pra e para njëherë kërkesa e llogarisë dhe vendosja e kësaj garancie publike, personi do të ndërgjegjësohet tashmë dhe do të jetë shumë i kujdesshëm nëse do të kishte nevojë për përdorimin e ndihmës asistencës publike. Lorenz, ç'të them, ti pas ke qenë në një farë mënyrë edhe pse mund të tingëlloj si cinike, i bekuar se ke shumë punë këto kohë dhe ngarkesë edhe më pak kohë për familjen, por unë të falenderoj që gjete kohë ti je ftuar i parë në Ilvatare Talks edhe për faktin që na solle pak qetësi dhe qartësi në këtë moment pasigurie dhe konfuzione në familjet shqiptare. Ishte kënaqësi për mua. Kjo ishte biseda jonë sot në Ilvatare Talks me Lorenz Mansakun, një përpjekje për të sjellë qetësi dhe qartësi në këtë moment pasigurie, por edhe konfuzion në familjet shqiptare. Nëse kjo bisedë ju informoi apo edhe ju ndihmoi, atëherë bëni abonimin, subscribe në kanalin tonë në YouTube dhe ndajeni këtë episod me çdo që ju mendoni se ka nevojë ta dëgjojë. Sa më shumë të bëhemi, aq më bashkë jemi. Mirupafshim në episodin e radhës në Ilvatare Talks.